Sot, në ungjillin e sotëm, Zoti Krisht është në fund, në javën e fundit të misionit të tij në tokë. Por flasëm për mrekulli që s'kishte parë njerëzimi ndonjëherë. Ngjallje të vdekurës. Si thot tradita jon, Lazari ishte farise. Tradita ortodokse thot që Lazari ishte farise, sepse dhe babai i tij ishte farise, ishte Simon fariseu. Dhe i thonë që Lazari, miku i tij, është i sëmur për vdekje. Dhe tani të nisesh, me shumë mundësi nuk do arish ta gjesh gjallë. Ndërkohë që Krishti e dëgjoi këtë, Krishti që e dinte ku vente kjo situatë, nuk u nis direkt. Priti sa të vdiste Lazari. Dhe kur vdiq Lazari, ai e dinte si Perëndi kur vdiq Lazari, tha nxënësve të tij, çoni se do vemi tani te shtëpia e Lazarit, se miku im fjeti. Dhe kur ven atje, në Betani, dalen motrat e Lazarit dhe i thonë, Zot, në qoftë ishe këtu, nuk të e kishte ndodhur kjo vllai tonë. Ne dim shumë mirë që ke fuqinë të shërosh të sëmurët, por për të ngjallur të vdekur nuk ishin të bindura. Dhe Zoti Krisht atëre pohon, janë nga pohimet më të forta që kemi në Ungjill dhe ruan Johani, që unë jam ngjallja dhe jeta. Dhe kush beson në mua, nuk do vdes kur. Dhe i kthet dhe i thot, e beson këtë gjë. Se besimi është ajo fuqi, çelësi, ku ti merr nga Krishti jetën. Besimi tënd. Prandaj i thot, unë e kam fuqinë e ngjalljes, unë e kam fuqinë e jetës, por në qoftë se nuk besove, fuqinë time e bën zero. Shumë e rëndësishme të besosh ti që të marrësh nga mua.